Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik në vend, mbi atë se çfarë po ndodh me protestat, qeverisjen e kryeministit Edi Rama dhe se ku po shkon vendi, nisur nga ajo që po ndodh aktualisht. Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera, un kam të ftuar profesorin e shkencave politike dhe studiuesin zotin Enver Bytyçi. Zoti Bytyçi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Bytyçi, në optikën tuaj, si e keni parë protestat deri më sot, të cilat vijojnë të jenë këmbgulse kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama dhe nga ana tjetër edhe reagimin e vetë qeverisë, por konkretisht dhe të vetë Edi Ramës, i cili në shumë raste është marrë personalisht me element të protestës? Protestat e sotme prej 52-3 ditësh në bulevardin kryesor të Tiranës janë, do të thosha, ngjarja më e rëndësishme e dekadave të fundit. Janë ngjarje më e rëndësishme jo pse bëhen protesta, sepse Shqipëria ka kaluar dhe ka ardhur deri këtu prej vitit 91 nëpërmjet protestave. Por sepse në këtë protesta ndjehet fryma e rinisë, e brezit të ri, e një brezi i cili ka jo vetëm të drejtën, por ka dhe interesa të justifikuara dhe të motivuara për ta ndryshuar Shqipërinë. Nëse protesta do bëheshin nga një brez, ose do dominoheshin nga një brez, i brezit tim më i vjetër se rinia, nuk janë efektive siç janë protestat e rinisë. Rinia nuk është e predispozuar të korruptohet, të kompromentohet dhe të shes kauzën e saj. Ndërkohë që moshat më të vjetra ndoshta bëjnë kompromise edhe me kauzat që nisin, për arsye të ndryshme. Së dyti, kjo protestë është kundër një qeverie e cila nuk ka ekzistuar më në jetën dhe në historinë e Shqipërisë, as në kohë pushtimesh, as në kohë të qeverisjeve nga ana e shqiptarëve. Edhe komunizmi nuk ishte kaq mizor dhe kaq i paskrupull siç është regjimi i sotëm i Edi Ramës. Komunizmi kishte sigurisht kornizat e veta të dhunës, të ndarjes klasore, të diktaturës, të gjithave, por i kishte me ligj dhe secili e dinte se ligji të dënon për një çështje apo për një arsye tjetër. Ndërkohë që sot nuk ka as ligj. Ligjet bëhen për interesat jo vetëm të një grupi, por edhe të një individi të caktuar. Siç u dhan 4.2 milion euro për koncertin e parapat ditëve. Ligjet bëhen për interesat e kryeministit të Shqipërisë. Ligjet para përgatiten sot nëpërmjet projekteve që fantazon në trurin e tij kryeministi i Shqipërisë dhe pastaj thjesht formalizohen në Kuvendin e Shqipërisë. Që do të thotë se simptomat e kësaj qeverisje janë të tmerrshme, jo vetëm në kuptimin e asaj që qeveria dhe kryeministi i jep të drejtën vetes të grabisë pronën e qytetarëve të këtij vendi dhe t'ia jap oligarkëve dhe miqve të tij, por edhe për faktin se në këtë mënyrë ka përqendruar në duart e veta të gjithë pushtetin. Ka përqendruar në duart e veta të gjitha projektet për zhvillimin ekonomik, politik, ushtarak, arsimor, shëndetësor, social dhe kulturor të këtij vendi. Në këtë aspekt unë mendoj që Shqipëria po vuan në mënyrën më të egër të mundshme nga një autokraci e shndruar në diktaturë. Filozofët dhe teoricianët e politikës besojnë dhe thonë se kur qeverisja ndërhyn në çështjet e kulturës dhe merr në dorë edhe fatin e zhvillimit të kulturës, atëherë ajo qeverisje konsiderohet
totalitarizëm. Qeveria shqiptare, kryeministri i Shqipërisë, ka marrë dhe ka dhënë në duart e saj të gjitha zhvillimet kulturore në Shqipëri. Nga trashëgimia kulturore, nga zonat e mbrojtura kulturore, e deri tek fondet dhe përdorimin e taksave tona për këngëtarët e preferuar, duke filluar nga Noici e deri tek këngëtari i fundit që dha koncertin e tij në Kashar. Kjo do të thotë se shoqëria shqiptare jeton në një diktaturë. Të jetosh në një diktaturë dhe të mos protestosh do të thotë që të pranosh asgjësimin tënd. Si qenie njerëzore, si qenie mendore, si qenie e cila ke të drejtë të ndjesh, të mendosh dhe të flasësh. Prandaj dhe kjo protest, për mendimin tim, është gjëja më e bukur që ka ndodhur. E di që protesta është heterogjene, që do thotë pjesë e kësaj proteste janë grupe të shumta që mendojnë krejt ndryshe nga njëri tjetri. Por qëllimi themelor i protestës për të rrëzuar nga pushteti të qeveri dhe për të detyruar Edi Ramën të japë dorëheqjen është pikësynimi themelor i secilit prej nesh. Dhe nëse ne do të arrijmë që me këtë protestë të arrëzojmë të qeverisje, ne nuk i kemi bërë nder vetëm brezit të sotëm, njerëzve që sot jetojnë mbi këtë tokë, por i kemi bërë nder edhe brezave të ardhshëm. Nëse do të vonohej rrëzimi i kësaj qeverie, pasojat do të ishin katastrofike. Unë e di që protesta, sidomos në kushtet që zhvillohet sot me mjete dhe rrugë krejt paqësore, është vështirë të argëzojë një autokrat të shndruar në diktator siç është Edi Rama. Por gjithsesi, ajo do të ndihmojë në uljen e imazhit të tij, do të ndihmojë në demaskimin e të gjitha politikave të tij antipopullore dhe antikombëtare, dhe kësaj do t'i hapë rrugën që ai të zbresë nga froni edhe nëpërmjet formave të tjera. Sepse është e ditur tashmë që për shembull ne kemi SPAK-un, e ka të vështirë të hapë një çështje penale dhe të ndëshkojë kryeministin detyrë, si që ka të vështirë çdo drejtësi në çdo vend të botës. Nuk flas për vendet më të përparuara, se për shembull në Shtetet Bashkuara të Amerikës është e drejta e çdo prokurori të hapë çështje penale dhe për presidentin në detyrë. Por në Shqipëri dhe në shumë vende tjera është shumë e vështirë. Në këtë aspekt mendoj që protesta është një ndihmë e madhe për SPAK-un, dhe SPAK-u duhet ta perceptojë si një lëvizje e cila i krijon atij mundësinë të bëjë drejtësi. Nëse nuk bën drejtësi SPAK-u, edhe në këtë rast, kur protesta e ka zhveshur lakurisht kryeministrin e Shqipërisë me të vërtetat e tradhtive të tij kombëtare shitjes së territorit tonë, përpjekjeve për shitjen e territorit Kosovës dhe përpjekjeve të tjera për të shkatruar, shpopulluar dhe zhbërë këtë kom, atëherë SPAK-u është bashkëpunëtor me Edi Ramën. Po unë nuk do ta besoj deri në momentin që duhet vinë dhe do të perceptohet si koha e nevojshme për të ndërhyrë dhe për të vepruar kundër këtij autokrati anti-shqiptar. Profesor, si mendoni, a do të jetë ky stacioni i fundit i Edi Ramës dhe rrëzimi i tij nga pushteti do të jetë përmes protestave që po i shohim në rrugë, do të vinë nga SPAK-u apo nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ka nisur dhe një kërkesë për hetimin sa i përket lidhjeve të qeverisë shqiptare me trafikun e drogës, sidomos aspektit në lehtësimin që qeveria shqiptare mund t'i ketë kryer, po themi, trafikun ndërkombëtar të drogës. Në këtë, për të gjykuar rreth kësaj, ne duhet të shohim edhe lëvizjet që po bën vetë kryeministri i Shqipërisë.
Duket qartë që kryeministri i Shqipërisë është i shqetësuar. Dje ishte në Thet. Jam i bindur që për javësh përgatitet takimi i djeshëm në Thet. Janë bërë me 10 dhe 100 telefonata, janë marrë në shoqërinë e autoriteteve të Bashkisë së Shkodrës dhe të qeverisë element të cilët do të duhet të ishin aty dhe të ishin në pajtim me qëndrimet e kryeministit. Gjithçka është skenarizuar dhe me një regjizur të jashtëzakonshme që të dalë sikur kryeministri ka një autoritet pa diskutueshëm edhe pse shkatron pronën e qytetarëve të vendit të tij. Ishte një rikthim në vendin e krimit në një farë mënyrë. Ai u rikthy në vendin e krimit dhe u hoq sikur është në të drejtën e tij, sikur po punon për interesin e qytetarëve, sikur po bën gjithçka për qytetarët e këtij vendi etj. Mashtrimi dhe intriga e zotit Rama kanë arritur kulmin, kanë arritur në majën më të lartë. Dhe duke qenë i aftë të zhvilloj këtë instinkt të mashtrimit dhe të intrigës, ai vazhdon të besojë se ende është i fuqishëm. Në fakt, ashtu si gjithçka në këtë vend, edhe mashtrimi i Ramës është ende i fuqishëm është një fasadë. Fuqia e tij ka rënë, ka mbaruar. Ka mbaruar në 3 dimensione. Ka mbaruar në dimensionin e mbështetjes popullore. Protesta përfundimisht e ka rrëzuar në opinionin publik në Shqipëri. Për herë të parë në 13 vite më kapin njerëzit rrugës dhe më thonë, kur do iki ky? Kur ndonjëherë më kanë pyetur për këtë, sepse njerëzit kanë besuar se ai nuk i këndon. Sot shumica dërmuese e shqiptarëve besojnë se ai do të ikë. Çka do të thotë? Kanë dëshirë që ai të ikë. Së dyti, ai ishte në Ankara, në samitin e NATO-s. Edhe Meloni, Ursula von der Leyen dhe Macron, të cilët janë të njohur si njerëz me lidhje të ngushta me kryeministrin e Shqipërisë, nuk guxuan të japin dorën apo të bëjnë fotografi me kryeministrin e Shqipërisë. Të vetmit që e pritën sigurisht shkurt ishte shefi i shtetit organizator, presidenti i Turqisë dhe shefi i NATO-s, i cili është bashkë organizatori samitit së bashku me Turqinë. Pra, ata që organizonin samitin në emër të protokollit ishin të detyruar ta prisnin, të tjerët që nuk i detyronte protokolli, askush, asnjë nuk ja vari kryeministit të Shqipërisë. A është gjë e mirë për Shqipërinë? Gjëja më e keqe që mund të ndodhë. Por, është gjë e mirë sepse fuqinë e vet deri tani Edi Rama e ka bazuar tek mbështetja ndërkombëtare më shumë se sa tek mbështetja e shqiptarëve. Dhe rënja e kësaj mbështetje, së bashku me rënjen e autoritetit të tij në opinionin publik në Shqipëri, do të bëjnë që të aktivizohet elementi i tretë. Elementi i tretë është spaku ose drejtësia. Drejtësia nuk e ka të vështirë për të aktivizuar për shkak se i mungojnë provat, siç thot kreu i SPAK. Sepse provat për zotin Rama dhe bashkëpunëtorët e tij, përfshirë edhe Ballën, janë në dosjet e SPAK të ardhura nga Belgjika, nga Brukseli, të ardhura nga Berlini, nga Parisi madje, nga Haga e Hollandës dhe nga vendet e tjera, të cilët kanë dëshmi pafund se kryeministri i Shqipërisë është i implikuar në kartelet e drogës dhe në bashkëpunimin e tij me organizatat kriminale shqiptare dhe jo vetëm shqiptare. Shihni reagimin e arkitektëve në Albanian Files. Kanë shkruar librin e famshëm Albania Files. Ata kanë filluar të distancohen. Ka prej tyre jam i bindur që janë mashtruar
nga retorika dhe nga fasada e Zotit Rama. Kanë hyrë në valle dhe skandal dot pastaj. Ose edhe janë josh, të gjithë këta janë joshur me shuma të majme marramense pagesash për projekte që do të bënin me qëllim që këto projekte të shiteshin tek personalitetet të cilat Rama beson se mund ta mbajnë atë në pushtet, ndërta edhe Jared Kushner. Pra, kemi të bëjmë me një strategji dhe me një taktik mashtruese, e cila ka synuar të fshehë thelbin bashkëpunimin me kartelet e drogës. Ne dim se një nga përfaqësuesit e Sinaloas në shoqërinë e Artur Sheut është takuar me zotin Rama. Ka fotografi për të. Po, është pritur në zyrën e tij. Në zyrën e tij, në kryeministrinë e vendit tonë. Të takosh një nga kryesuesit e kartelit të Sinaloas, e shpallur si organizatë terroriste për shkak të trafikimit të drogës, në zyrën tënde, ta presësh me ceremoni, ose pa ceremoni s'ka rëndësi, do të thotë që të jesh absolutisht bashkëpunëtori i tij, sepse nuk po pret një sipërmarrës të njohur ndërkombëtar apo një personalitet politik, diplomatik, kulturor apo diçka e tillë ndërkombëtar. Po pret një përfaqësues të një organizate kriminale dhe të trafikut të drogës. Në këtë aspekt është pa diskutueshme që ai është i implikuar. Përveç faktit që në ishullin e Aruba kanë qenë përfaqësuesit e tij. Së paku 2 prej tyre i dihen dhe njihen. Kush beson se sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë shkon në një takim të karteleve të drogës në një ishull të Amerikës Latine dhe nuk bën pazare me ta në emër të kryeministrit, ai është ose ignorant ose delirant. Sepse është e pamundur që sekretari i përgjithshëm i cili 3 herë, 4 herë, 10 herë në ditë kontakton me shefin e tij kryeministin, të shkojë deri atje, jo vetëm pa dijenin e tij, po pa urdhrin dhe porositë e tij të veçanta dhe të hollësishme se çfarë duhet bëjë, si duhet sillet dhe çfarë duhet thotë. Pra, nuk mundet që zoti Rama në çdo gjë dhe për çdo gjë të thotë se dikush ka ngrënë darda pas shpinës tij. Dardat janë ngrënë në sytë e tij dhe bashkë me personat përgjegjës të cilët janë implikuar në afera dhe veprimtari antiligjore, antikombëtare. E gjitha është bërë për të pastruar parat. E gjithë kjo lojë, e gjithë kjo skem është e përgjuar nga autoritetet ligjzbatuese të europianëve dhe amerikanëve. DEA di më shumë se europianët. Ende nuk i ka hap kapitullin. Një senator amerikan ka kërkuar që veprimtaria e zotit Rama në lidhje me kartelet e drogës dhe trafikun e drogës të hetohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, Joe Wilson. Nëse do të bëhet kjo ligj, do të ishte fitoria më e madhe për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Unë shpresoj që do të bëhet ligj, nga vjeshta do të bëhet ligj. Dhe në momentin që do të bëhet amandamentin përkatës për të hetuar veprimtarinë e kryeministit të Shqipërisë në lidhje me kartelet e drogës dhe krimin e organizuar, në atë moment praktikisht ka rënë kryeministri. Pastaj nëse ai vazhdon të jetë ose jo në zyrën e tij, kjo është pa aftësi e shqiptarëve dhe pa aftësi e drejtësisë shqiptare për të vënë në vend drejtësi. Ndërkohë ka pasur dhe një akuzë nga një eurodeputet çek, sipas të cilit Edi Rama është duke lëvizur jashtë vendit parat përmes familjarëve të tij
Ju si mendoni sa qëndron një deklaratë e tillë, po themi sa e vërtet mund të jetë një lëvizje e tillë që Edi Rama mund të bëjë në këtë rast, nisur dhe nga ajo që ju parashtruat pak më lart? Para 7 vitesh, në vitin 2021, Edi Rama shpalli projektin e Durrës Marina në bashkëpunim me Alabarin. Mbas asaj kohe, për një periudhë saktuar, paktën 4-5 vitesh, charteret e Edi Ramës kanë udhëtuar 1 herë ose 2 herë në javë me para nga Tirana në Dubai. Këto informacione i kam nga burime të sigurta, po sigurisht që janë burime që nuk mund të thua. Transferimi i parave është puna më e vështirë për çdo të korruptuar dhe për çdo trafikant, për çdo kriminal. Por për një kryeministër nuk është dhe aq e vështirë. Kryeministri ka fuqinë të transferojë vetëm paratë e veta, por edhe paratë e atyre me të cilët bashkëpunon. Krerëve të organizatave kriminale dhe krerëve të organizatave mafioze, sepse përdor pushtetin për këtë qëllim. Mekanizmi për shembull me Alabarin ka qenë: unë të jap 800.000, 1 milion metra katror tokë falas në Bregdetin shqiptar, ti do më japësh diçka tjetër për çka ende nuk dihet çfarë, por është sigurt që nuk jam dhënë 1 milion metra katror tokë falas në kuptimin informal falas, dhe ti do përdorësh parat e mia për ta ndërtuar të Durrës Marina, dhe në fund del konkluzionit që Alabar, 2 kataristët, ata 2 nga Katari, që thuhet se investojnë në zvërnes e tjerë, të gjithë përdoren thjesht emrin. Nuk përdorin para. Po që se do të vinin para për të investuar në zvërnes, në Durrës apo diku tjetër, nuk do të vinin në Shqipëri sepse ka vende të tjera pa fund ku mund të shkonin. Por këta njerëz që gjenden kështu me pikatore, jo në Katar, jo në Emiratet e Bashkuara, apo ndoshta në Arabinë Saudite, apo në Izrael, apo kudo që gjenden, këta njerëz vinë në Shqipëri sepse parat i kanë të gatshme këtu. Nuk shpenzojnë asnjë cent, thjesht japin emrin e tyre për të maskuar pastrimin e parave. Të gjitha këto i din Shtetet Bashkuara të Amerikës, i din europianët, i kanë ditur me kohë, por nuk kanë patur momentin që ta godisnin Edi Ramën. Po e godasin në këtë moment. Kjo goditje po vjen edhe për shkak se zoti Rama si gjithmonë ndron padron. Nga Erdoani bëhet me Benjamin Netanyahu, pastaj nga Sorosi dhe Biden kërkon me çdo kusht dhe me insistim të bëhet mik i Donald Trump, dhe përpasoj është një njeri i paqëndrueshëm në marrëdhënie me aleatët, partnerët dhe bashkëpunëtorët e tij ndërkombëtar. Kjo paqëndrueshmëri e tij ka krijuar sigurisht përshtypjen që bota perëndimore ka të bëjë me një mashtrues, nuk ka të bëjë me një personalitet politik dhe lider politik të sinqert dhe të qëndrueshëm në marrëdhëniet me partnerët, aleatët dhe miqt e Shqipërisë. Përkundazi, kanë të bëjnë me një lider i cili është i inkriminuar dhe përpasoj edhe sikur ta kishte në karakter mbajtjen e fjalës
dhe qëndrimin korrekt ndaj aleatëve dhe partnerëve, ai do ishte i detyruar të ndronte ata sipas interesit të tij. Dhe inkriminimi e bën më të vështirë dorëheqjen e tij. E bën më të vështirë edhe qëndresën e tonë, qëndresën e shqiptarëve, për ta larguar sa më shpejt nga pushteti. Inkriminimi është ajo që të detyron të bësh krime të njëpasnjëshme për të shpëtuar ndëshkimit të krimit të parë që ke bërë në fillim. Pra, gjermanët thonë, ein mal kriminell, immer kriminell. Domethënë, një herë kriminell, gjithmonë kriminell. Nëse, dhe kjo është e padiskutueshme, kjo po ndodh me Edi Ramën. Prandaj është shumë e vështirë të thuhet se ai mund të largohet pa ndërhyrjen e drejtësisë. Vetëm nëse protestat dalin nga linjat e një lëvizje paqësore dhe e detyrojnë me dhunë. Po me sa duket, ai pikërisht këtë po kërkon. Dje në theth, tha se ju me protesta paqësore nuk më largoni dot. Prandaj ju këshilloj përdorni dhunën, thoshte. Ishte një alegori sipas tij, por në politikë asgjë nuk thuhet rastisht dhe asgjë nuk ndodh rastisht. Ai është politikan i cili di se çfarë flet dhe di se çfarë bën. Projekton diçka dhe pastaj hedh, qoftë edhe në formën e batutës, diçka tjetër të cilën ai pretendon që ta pres ose ta inskenoj. E rëndësishme është që protestuesit të mos kompleksohen nga fjalimet dhe kërcënimet e Edi Ramës. E rëndësishme është që protestuesit të kapërcejnë dallimet që kanë me njëri tjetrin, të mos kompleksohen nga parullat, nga qëndrimet, nga fjalimet që mbahen njëri apo tjetri, të gjitha janë individuale ato. Unë nuk besoj që ka një skenar për të përcaktuar se çfarë thot njëri dhe çfarë thot tjetri. E rëndësishme është që, dhe shumë më e rëndësishme është që protestuesit dhe sidomos organizatorët, grupi organizatorëve të mos joshet me asgjë dhe për asgjë nga kjo qeveri, jo vetëm e korruptuar, por e kriminalizuar, sepse kjo mund të përdor asete pa fund për të blerë protestën dhe jo vetëm drejtuesit të saj. E rëndësishme është që gradualisht të seleksionohet, tashmë ka koha të seleksionohet se kush është përfaqësues i pushtetit dhe provokon në protestë dhe kush është realisht me protestën, me qëllim që të evitohet sa të jetë e mundur, jo pse është e pamundur plotësisht, të evitohet veprimtaria provokuese dhe përqarëse e disa elementeve të cilët sigurisht janë paguar dhe paguan majmë besoj për ta shkatruar këtë protestë. Protesta besoj që do të rezistoj edhe gjatë muajit të ardhshëm dhe pastaj shtatori tetori do sillin një furtunë shumë më të madhe, pas cilës Edi Rama nuk do të rezistoj, sepse kjo furtunë do të sensibilizojë akoma më shumë faktorin ndërkombëtar, po njëkohësisht do ta bindë edhe spakun që të hyjë në lojën e tij ose në veprimtarinë e tij për të bërë drejtësi në këtë vend. Profesor, nisur nga ajo që ju parashtruat pak më lart, por edhe sa i përket deklaratës së eurodeputetit çek, që i cili deklaroi se Edi Rama është duke transferuar parat përmes familjarëve të tij jashtë vendit. Çfarë skenari po përgatit në këtë rast Edi Rama? Po përgatit një skenar të atill si ai Gruevskit, apo kemi të bëjmë me një rast tjetër? Rama i parashikon të gjithë skenaret. Ai ka aftësinë mendore që djallëzit ti njohë më mirë se kushdo tjetër. Dhe përpasoj ai parashikon se ndoshta protestuesit nesër mund të hyjnë edhe në Surrel. Mos protestuesit do hyjnë spak. Keni parë ndonjë lider politik në botë që të ndërtojë një bunker për shpibanimi?
të e ka bërë vetëm Edi Rama. Çfarë shpjegon kjo? Çfarë shpjegon në këtë rast? Beson dikush ndonjë naiv se Edi Rama është aq naiv sa nuk do një shtëpi banimi e cila të ketë dritë, të ketë pamje, të ketë dhe duron Edi Rama të futet në një shtëpi një katëshe në bunker gati nën tokë. Është e pa imagjinueshme që Edi Rama të jetojë në një shtëpi bunker. Shtëpia bunker ka shumë mistere brenda saj. Vet piramidat e Egjiptit, gjatë gjithë historisë e njerëzimit, ndërtime të tilla kanë qenë ndërtime mistike. Faraoni në një piramid ishte aq mistik sa populli e barazonte me perëndin në tokë, me komandantin ushtarak dhe me udhëheqësin shtetëror dhe shpirtëror të vendit, dhe të atij populli. E njëjta gjë shpjegohet edhe me bunkerin e Surrelit. Por përveç kësaj, bunkeri i Surrelit fsheh, jam i sigurt, edhe produktet e shkeljes së ligjit nga ana e kryeministit. Të vjedhësh, të korruptohesh dhe të korruptosh, të bashkëpunosh me kartelet e drogës, të bashkëpunosh me krimin e organizuar, të aktivizosh bandat kriminale për të marrë pushtetin ose për të qëndruar në pushtet, është një ranë. Si fshesh këto veprime është ana më vështirë. Bunkeri i Surrelit shërben si stre e fshehjes së veprimtarisë kriminale të tij. Për të jam i bindur se çfarë si qysh ndodh, të duhet ta zbulojnë ata që paguhen për të. Por çdo logjik çon në përfundimin se Surreli është ndërtuar jo për arsye banimi, por shumë herë më tepër për arsye të tjera përveç asaj të banimit. Ajo çfarë tha eurodeputeti çek është e vërtetë. Tani ati duhet pastroj në mënyra të tjera gjurmët e asaj çfarë ka ndodhur në këto 2-13 vite. Ky pastrim bëhet duke transferuar parat. Parat transferohen në vende të sigurta, tek banka dhe tek organizata të cilat kanë bashkëpunuar gjatë këtyre viteve me kryeministin e Shqipërisë. Bashkëpunëtorët të kryeministit të Shqipërisë nuk janë vetëm disa oligarkë në Shqipëri, disa media në Shqipëri, disa këngëtarë apo personalitetet kulturës në Shqipëri. Nuk janë vetëm disa intelektualë në Shqipëri. Janë edhe shumë personalitete ndërkombëtare, madje edhe të politikës, të diplomacisë, të kulturës, të arkitekturës, të gjitha fushave, por edhe të bankave. Pa asnjë diskutim edhe të bankave. Sepse të gjithë kanë përfituar pjesën e tyre dhe përfitojnë pjesën e tyre. Atëherë, në këto kushtet e një shtrirje ndërkombëtare të krimit të organizuar, me bazë Tiranën, zyrtare, jo Tiranën si komunitet dhe si qytet, do të thotë që jemi në fazën e fundit të përpjekjeve për të fshehur gjurmët e krimit. A thotë të vërtetën eurodeputeti çek? Për mendimin tim, e thotë të vërtetën. Ju dha shembullin me Alabar. Për mendimin tim, sot më shumë se kur zoti Rama e ndjen nevojën e fshehjes së të gjitha gjurmëve dhe produkteve të krimit që është kryer në këtë vend prej më shumë se një dekade. Për pasojë, transferimi dhe fshehja e parave është një nga mënyrat e padiskutueshme. Por, fatmirësisht, duket se
në Europë, strukturat e zbatimit të ligjit e njohin këtë aspekt, e njohin këtë veprimtari. E kanë vërejtur dhe e kanë vënë në shënjesë. Kështu tha edhe eurodeputeti. A thot të vërtetën eurodeputeti është një nga pyetjet që kam dëgjuar këto 2 ditë. Një eurodeputet çek, unë nuk mendoj se sajon, mashtron dhe trillon kur bën akuza. Ashtë më tepër se akuza që ai bëri u duk se nuk që e kërkuar nga gazetari, nuk që pjesë e pyetjes së gazetarit. Ajo doli si rezultati një pyetje tjetër që s'kishte lidhje me pastrimin e parave. Dhe përpasoj, mendoj që ai çfarë tha ai është e porositur dhe një paralajmërim për kryeministrin e Shqipërisë, kujdes, ne jemi në dieni të asaj çfarë ju po bëni në këto situata të zhvillimeve në Shqipëri. Ajo deklaratë ishte edhe një mbështetje e fuqishme për protestën e shqiptarëve. Ishte një inkurajim, një motivim i jashtëzakonshëm për ne që ta vazhdojmë luftën, se në fund fundit jemi ne ata përfituesit kryesor nga rrëzimi i kësaj qeverie. Dhe kur them ne, nuk kam parasysh brezin ton, as brezat e ri, por kam parasysh veçanti brezat e aqë. Me rrëzimin e Edi Ramës ndërpritet, shpresojmë, shumë, ndërpritet shpopullimi i vendit. Ndërpritet shitja e Shqipërisë copa. Ne e dim që ndodhi me Shëngjinin dhe gjatin e Lezhës. Është, domethënë, ju tek aty në një takim të rastësishëm ose jo të rastësishëm me kryeministrin e Italisë dhe tha, po, tokën do ta jap unë. Cilën tokë jep? Kush ta bëri tokën që e jep Meloni qoftë edhe për disa vite? Kush është ai që ta autorizon të japësh tokë dikujt? Privat apo shtetëror? Si mund të mendosh, si mund ta qosh mendjen që ti je pronar i Shqipërisë dhe jo administrator dhe menaxher i burimeve financiare, materiale, shpirtërore e tjerë të këtij vendi? Më kujtohet 2013 kam lexuar sot e kësaj dite nuk harroj, tek gazeta Der Standard e Austrisë, ku Edi Rama thoshte, unë jam dhe do të jem një shërbëtor i mirë i qytetarëve të vendit tim. Ky është shërbimi që e bën kryeministri? Ky është shërbimi që i ka bërë qytetarëve të vet? Të nxjerr ligje si ajo e paketës maleve, të cilat ligj me të cilin ai konsideron pronat e atyre njerëzve si pronë shtetërore dhe si tha dje ja jep kujt të doj dhe pastaj thot ti do paguash €1 për pronën tënde se ta dhash unë? Ku e more që ja dhe ati ti? Kush je ti që e merr dhe e jep, e shet qoftë edhe €1, e blen, e tjetërson, e administron? Si mund të ndodhin këto në një vend? Provoje në Gjermani dhe ti prekësh, ose në Francë, ose në Itali, ose në një vend tjetër, ti prekësh qoftë edhe një gjysmë metri katror tokë, një qytetari. Atje funksionon drejtësia. Tu nuk funksionon drejtësia. Tu s'kemi gjykatë kushtetuese. Prandaj të kthehem te ajo e fillimit. Problemi është se ky ka shtonë në dorë gjithë pushtetet, ka vendosur një diktaturë në Shqipëri dhe pastaj merr vendime personale sipas interesave të tij, të bllokut të tij, të klanit të tij dhe të armiqve të Shqipërisë. Sepse u shërben me zell edhe armiqve të Shqipërisë. Profesor, dhe i pyetje fundit, ndërkohë teksa protestat vijojnë, përplasja mes Edi Ramës vijon sa i përket protestës nga një ranë dhe kryeministrit. Një eksponent që ka hyrë në këtë mes është edhe Albin Kurti, të cilën e ka sjellë retorika e politikës shqiptare. Ju si mendoni sa ndikim ka Albin Kurti në protestën që zhvillohet kundrejt kryeministrit Edi Rama
dhe a është Albin Kurti një pikë përbashkuese e elementit shqiptar në rajonin e Ballkanit? Ne e dim se në këto 5-6 vite, 7 vite sa është në kryeministër Albin Kurti, Edi Rama e ka goditur atë mbi brez dhe nën brez. E ka goditur me ndarjen e Kosovës, përpjekjet për ndarjen e Kosovës, e ka goditur me Open Balkan, ose mini Schengen pati filluar në fillim, balkanik. E ka goditur me kërkesën që madje edhe me projektin që bëri për të krijuar asociacionin serb në Kosovë, e ka goditur me ndërprerjen vetëm 12 orë përpara afatit që do zhvillohej të mbledhjes së përbashkët të qeverisë së Shqipërisë dhe të Kosovës në Gjakov në fund qershorit të vitit 2023, e ka goditur me përpjekjet në bashkëpunim me Macron për t'i bërë presion Albin Kurtit që të mos kujdeset për shtrirjen e sovranitetin në tokën e askujt, siç thoshte Rama për veriun e Kosovës. E ka goditur Albin Kurtin në përpjekjet e tij edhe për të shkaktuar probleme në marrëdhëniet me politikanë të tjerë në Prishtinë. Tre palëzgjedhjet që u bën për shkak të mos konstituimit të institucioneve janë pasojë e bashkërendimit të politikave të Edi Ramës me opozitën e Kosovës që ta izolojnë Albin Kurtin, megjithëse ka mbi 50% të votave, dhe për pasojë të gjitha këto, karma kthehet në vendin e vet. Por nuk është kthyer se ka dashur Albin Kurti të kthehet. Është kthyer objektivisht. Nuk ishte Albin Kurti që e shkaktoi shpërthimin e menjëhershëm brenda ditës të revoltës dhe të protestës në Shqipëri dhe në Tiranë. Nuk ishte ai. Është vetë Edi Rama shkaktari kryesor. Së dyti, unë e besoj që shumë njerëz dhe përkrahas të Albin Kurtit nuk e duan Edi Ramën. Për pasojë janë të interesuar që ky të ikë nga pushteti. Është krejt normale. Domethënë, po e lëm në rrafshin shqiptar, në rrafshin patriotik, në rrafshin e bashkëpunimit, po marrin vetëm anën njerëzore. Nëse ky për kaq shumë vite ka luftuar kaq ashpër me gjitha mjetet, me gjitha format kundër Albin Kurtit dhe ka favorizuar kundërshtarin e tij kryesor, presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, atëherë simpatizantët e Albin Kurtit nuk pritet që të jenë pro Edi Ramës. Në një përplasje të tillë, në një përballje të tillë, ata do të jenë pro forcave që synojnë rrëzimin e Edi Ramës. Dhe është krejt e natyrshme. Nuk ka asgjë këtu për ta. Përdorimi i zotit Rama i faktorit Kurti në protestën e Tiranës është një përdorim politik i qëllimshëm. Me qëllim që të thellojë përçarjen, sepse ai e ka strategji përçarje, e ka profesion përçarje, madje e ka edhe detyrë imperative të dhënë nga Beogradi përçarjen e faktorit shqiptar. Për këtë kam bindje të plot, nuk ka, unë lexoj në midis rreshtave, lexoj marrëdhëniet, lexoj gjestet, lexoj gjithçka në qëndrimet e tij, në takimet e tij me Vučić dhe të gjitha më çojnë tek përfundimi se Edi Rama i shërben agjendës së Vučić. Është edhe refuzimi i fundit nga ana e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për të votuar rezolutën që dënonte ministren serbe, e cila bëri ato deklaraca i përket spastrimit etnik në Kosovë. Jo vetëm të miratoj rezoluta të tilla Edi Rama, po Edi Rama nuk guxon t'i përmend emrin Aleksandar Vučić. Ka guxuar ndonjëherë? Nuk ka lënë njeri pa marrë në përgojë. Nuk ka lënë njeri pa përçudnuar dhe nuk ka lënë njeri pa u përpjekur për ta poshtruar.
por Aleksandar Vučić jo. Në asnjë rast. Vetëm një herë kur Vučić justifikoi Miloševićin në një vizitë para 8 vitesh, vetëm atëherë pa ja përmend emrin tha nuk është mirë të elaborohet ose të revokohet koha e Miloševićit. Në asnjë rast tjetër nuk ka atakuar as tezat e Vučić dhe nuk ka guxuar të përmend emrin e Vučić. Kjo do të thotë që Vučić, se Rama është pendi i Vučićit. Kjo do të thotë se Vučić e ka kontrolluar dhe e kontrollon atë në detaje, në çdo veprimtari. Kjo do të thotë se ky komunikon me Vučić pas çdo ngjarje dhe pastaj bën deklarata dhe merr qëndrime. Kjo do të thotë që ky merr urdhra nga Vučić si duhet veprojë. Ju kujtohet në vitin 2025, me 22 prill. Me 25 prill ishin zgjedhjet. Me 22 prill, Aleksandar Vučić bëri deklaratën dhe thirrën, votoni Edi Rama. Mos votoni Lulzim Bashkën se pas tij qëndron Maloku Sali Berisha. Atëherë ishte Lulzimi. Më falni, 2021 ishte kjo. Po, 2021. 2021. Pak ditë para këtij, një thirrje të tillë pati bërë edhe Zaev. Pra ka një koordinim kur në fushat elektorale, në kulmin, 3 ditë para zgjedhjeve, lideri politik i shtetit Serbisë bën thirrje për herë të parë në histori ka ndodhur të votohet Edi Rama, do të thotë që Edi Rama e ka të garantuar një monument dhe një emër bulevardi në Beograd. Ka që është historia, s'ka nevojë më shumë. Zoti Bytyqi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve dhe urime për gjithçka bëni. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.